Universiteti e Qerim Çabej po udhëheq ndryshimin drejt një turizmi më të qëndrueshëm dhe miqësor me mjedisim përmes projektit, nxitja e praktikave të qëndrueshme të menaxhimit të burimeve në sektorin e mikpritjes në Gjirokastër. Ky projekt synon të përmirësojë mënyrën se si menaxhohen burimet natyrore në sektorin e mikpritjes, duke ndikuar drejt për drejt në zhvillimin e qëndrueshëm të qytetit ton, thot pedagogja e Fakultetit Ekonomik Bitila Zhuli, e cila zbulon se në studim u morën 10 biznese, njësi akomoduese dhe hotele në qytetin e Gurt dhe u bë një analizë e gjendjes aktuale kryesisht për energjinë elektrike, ujin dhe menaxhimin e mbetjeve. Studimi ka për qëllim kryesisht pjesën e përmirësimit të performancës mjedisore dhe efikasitetin normalisht ekonomik, sepse është më i prekshëm për bizneset. Në studim u morën 10 biznese, njësi akomoduese dhe hotele, të cilat janë në Gjirokastër, kryesisht në pjesën muzeale, pazar, palorto edhe në lagjën punëtore, me shtrirjen 18 shtatori, Kodra e Shtufit. Dhe në këto biznese u bë një analizë e gjendjes aktuale në lidhje me menaxhimin e burimeve. Kryesisht për energjinë elektrike, për ujin dhe për pjesën e menaxhimit të mbetjeve. Gjithashtu, pas analizave u panë se ku ishin mundësit për të përmirësuar në mënyrë të tillë që të rritej eficienca e përdorimit të burimeve. U bë një analizë e detajuar në për biznese dhe nëpërmjet ekspertizës dhe analizave të kostove të caktuara nga grupi i ekspertëve u dhanë rekomandime në lidhje me mënyrën se si duhet të updatonin dhe duhet të investonin në për sisteme që jo gjithmonë të kushtueshme, të cilat përmirësojnë dhe rritin qëndrueshmërinë e biznesit të tyre. Për realizimin e këtij projekti u përdor metodologjia gjermane Prema, e njohur ndërkombëtarisht, e cila prej 2 vitesh implementohet edhe në vendin ton. Daniel Laqiqi, pjesë e grupit të studimit, na rendit edhe efektet e përdorimit të kësaj metodologjie. Së pari efekte ekonomike, pra do të ketë ulje të shpenzimeve të tyre ditore, javore, vjetore. Së dyti, do të ketë përmirësim të performancës së këtij biznesi në gjurmën që ai lë në mjedis. Pse? Sepse reduktimi i mbetjeve ose menaxhimi i tyre me kujdes do të paksojë ndikimin negativ që secili prej nesh ka në mjedis. Së treti, përmirësime organizative, që do të thotë dhe kjo në fund të ditës përkthehet në kursime ekonomike. Dhe së katërti, përmirësime sociale, që do të thotë përmirësim të vendit të punës për secilin prej të punësuarve. Pra, metodologjia Prema nuk ndërhyn vetëm në aspektin e kursimit të burimeve ose të shpenzimeve të punëdhënësit apo të sipërmarrësit, por përmirëson edhe vendin e punës dhe klimën e punës në të gjitha bizneset që e përqafojnë atë sigurisht. Universiteti i Gjirokastës, duke qenë se është një faktor shumë i rëndësishëm në këtë drejtim, të sjellë risit për menaxhimin me kujdes të burimeve apo të sjellë metodologjitë më të përparuara bashkëkohore në mënyrë që vendi dhe konkretisht Gjirokastra të zhvillohet në mënyrë moderne, pra të kemi një mjedis, të kemi një biznes që ka një klimë të qëndrueshme të zhvillimit të tij. Mos harrojmë asnjëherë që mjedisin ja kemi borxh fëmijëve tanë dhe fëmijëve të fëmijëve tanë. Ky projekt u finalizua me një broshurë edukative 2 gjuhëshe dhe hartimin e një udhëzuesi praktik për bizneset se si të ulin kostot dhe shpenzimet.